gjithmonë e nevojshme të kuptosh se kur përfundon një etapë e caktuar e jetës. Nëse këmgull të qëndrosh në të shkuarën pavarësisht kalimit kohës, e humbet lumturinë edhe sensin e kohës. Është e nevojshme ndonjëherë të mbyllësh disa rrath, të mbyllësh disa dyer, ose të mbyllësh disa kapituj, si çdoni ti quani. E rëndësishme është të mundesh t'i mbyllësh, t'i lësh pas disa momente të përfundume t'jetës. Puna jote mori fund? Marrëdhënia jote mori fund? Nuk jeton më në atë shtëpi? Duhet shkosh në një udhëtim? Mund të kalosh shumë kohë në të tashmen tënde i asgjësuar nga pset, duke rimenduar të shkuarën dhe duke u përpjekur të kuptosh psen apo sin e situatave të caktume. Mirë po kamata që do të vijoj, do t'jetë pa fund. Sepse në jetë ju, unë, miq tuaj, vlezrit, motrat, të gjithë duhet të jemi në rrugën drejt mbylljes e kapitujve. Kthimit të faqeve, mbylljes e tapave dhe vazhdimin e të ecurit përpara. Ajo që ka kalu ka përfundu tashmë, ndodhi ajo që ndodhi dhe duhet ta lëm. Duhet ta lëm të shkoj, duhet të shkputemi prej saj. Nuk mund të jemi përgjithmonë fëmijë, adoleshent, apo punonjës në punë nga cilat na kanë hequr apo janë mbyllur. Gjërat kalojnë dhe duhet i lëm të shkojnë. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë është kaq e rëndësishme të shkatrohen kujtimet, zhvendosni shtëpit, gresni letrat, hidhni dokumente, të shisni apo dhuroni libra. Lëreni të shkuarën, shkputuni prej saj. Në jetë askush nuk luan me zara dhe duhet mësohet si të fitosh. Ashtu edhe të humbasësh, edhe të jetojmë të ardhmen, apo edhe të tashmen. E shkuara është e shkuar, mos presni të kthehet më pas. S'lëreni pas inatin për ngjarjet e kaluara dhe për çfarë mund të kishit bërë ndryshe, duke u kapur pas qasteve të së shkuarës, vetëm lëndojmë veten, e helmojmë veten dhe zhvillojmë hidhrim. Jeta u bo me ecë para, për mos u kthy kur mo pas. Dhe thuaj vetës jo. Thuaj vetës jo, gjërat nuk mund të ndryshojnë. Binde veten që e shkuara nuk kthehet pas. Nuk jemi asnjëherë si 2 ditë më parë, si 3 muaj më parë, apo si 1 vit më parë. A e dini çka? Mbyllni derën, ktheni faqen, mbyllni rrethin.